Synon atje ta barazon rezultatin me një treshe tjetër. Dukes një mismatch atje. Samir Zekici mbetet me Dukesin, i cili e vjedh të top e ndërpren sulmin. Çfarë shuti atje, çfarë gjuajtje nga 8 metra. Khalil Dukes sonte një mini seri prej 8-2. E vjedh të topik në kundërshton DeAndre Burns. Dhe pas 17 minutave loj, e porsia e por 33 me 31, 12 pike, 6 kërcime nga Jerry Cole Helms. Dion Haxhosaj, shpejt lëviz topi, Adrio Bailey përgjigjet në treshe me treshe. Do të jenë 12 sekonda për sulmin. Khalil Dukes atje për Bailey, bashkëpunojnë Dukes dhe Bailey. I heshtur sonte në pjesën e parë. Dukes tenton dhe pjesën e dytë me treshe e fillon Khalil Dukes. Një seri e shpejt. Janë gjenduar atje Dasyl. Ufa, treshe e Khalil Dukesit. Edhe rinin Kuqeze duke përkrahur skuadrën e tyre. E ka ndjerë se është momenti për t'i përkrahur kur Jerry Cole Helms ka shpërthyer, po lufton atje Helms dhe Bailey. Realizon me foul, kosh foul Adrio Bailey. E do bon topin i cili e prek Burnsin. Plus 12 për Prishtinasi, 3-55 deri në fund. Jerry Cole Helms tentojnë, nuk realizojnë, më i larti në kërcim është Dukes. Është ky kërcimi i 4, i ka 9 pikë deri tash. Dukes për herë të parë në vijnë gjuajtjeve të lira në debutimin e tij. Është i sakt, realizon pika e 10 e Khalil Dukesit. Është lojtari i 4 të Stigal Prishtina me pikë 2 shifrore, nga 16 kanë Bailey dhe Burns, dhe tani e 11 Dukesit dhe nga 11 kanë Dukes dhe Kramer. Shumë interesant. Burnsin, i cili tenton treshen e huq më i larti në kërcim. Aron Dasyla sonte me vërtet me këto kërcimet e tij. Po e bën dallimin, po ndihmon skuadrën. Gabim në hapa Tarin Todd. Aronit tepër i dekoncentruar në pjesën e dytë Tarin Todd. Zdi ka ndodhi me to. Thunë se ka pi Bensedin në pjesë loj. Totalisht i pa koncentruar dhe i indisponuar për loj. Dhe vjen Khalil Dukes me treshen e tij të 4 sonte. 14 pikë të Khalil Dukesit. 4 treshe nga 5 centime, 80% efikasitet për 3 pikë, i jashtëzakonshëm është Dukes. Wilson për Jerry Cole Helmsin, i cili lufton, tenton mbi Dion Haxhosaj, nuk realizon. Mbetet 63 me 76. Kemi hyrë në 100 sekondat e fundit. Wilson dhe Dasyla shpejt shkon topit e Khalil Dukes, i cili realizon